këto, janë punë që bëhen, çka keni pa në televizor ju nga kjo? Keni parë vetëm kur ra kodra atje, dhe të gjitha të zezat që u thanë në mënyrën më të pacip për një ndodhi e cila ishte një ndodhi puro gjeologjike që s'kishte lidhje fare me projektin e rrugës, me rrugën, me punën, me zallin, me malin, ishte thjesht çështje gjeologjike. Dhe u lemeris dynjaja, u ngritën të gjithë, korupcioni, por ju e dini se nuk është e mundur që të rritet korupcioni dhe të rriten të ardhurat e buxhetit, se nuk shkojnë të dyja bashkë. Nuk është e mundur që të rritet korupcioni dhe të rriten kursimet nga tenderat, se si shkojnë. Që korupcioni u riska dhe shteti fito ka më shumë kur bën tender. Nuk është e mundur që të rritet korupcioni dhe të rritet ekonomia. Nuk është e mundur që të rritet korupcioni, të rriten pagat, të rriten pensionet, nuk është e mundur. Nëse deri dje duhet të jepi rishfet për të marrë certifikat, se thoshte nuk ka printeri boj, nuk ka drita, nuk punon printeri, bla bla bla, sot shqiptarët këtu dhe kudo në botë e kanë shtetin në telefon kur vjen puna për të marrë letra. Përjashto hipotekën, që është një proces që ne do ta përmbyllim dhe atë brenda këtij mandati dhe nuk do kemi më nga këto tmerret që vazhdon të prodhoj gjitha ajo këneta e madhe që shkriju në 30 vjet me letra, me prona, del njëri, futet tjetri, jo është e imja, jo mbi vendosja, jo drejt, jo shejtani.